Nga hëna në të premte, në orën 10, në Radio Tirana 1. Në radio, më e mirë çdo ditë. Vjem që t'jemi në transmetimin e drejt për drejt programit në radio të Dashur Miq, ndërsa është çasti t'ju prezantoj me artisten që kam sot në studio. Mbaj mend që në backstage-in e vitit kaluar, teksa ishim në festival, ajo interpretonte në skenë, se s'po e them emrin ende, ndërsa unë isha në pjesën e backstage-it për të marrë ato emocionet, edhe pasi del nga skena ishte bërë shumë e bukur, ajo është shumë e bukur, por me ato flokët që morën vëmendjen e të gjithëve dhe që thonin një Shakira e vërtet. Pas ka ngelur kjo dhe. Kjo më ka mbetur se akoma dhe më shumë më mbeti ajo mënyra e të kënduarit, po pak më vonë do ta prekim. Ajo është një artiste me një vokal shumë të mirë edhe vlerësoj shumë sepse është shumë e kujdesshme në daljet e saj, si me pjesëmarrjet festivale, me këngë, me programe televizive, dhe vlerësoj shumë edhe për vajzën që është. Dhe ajo është Frensi Revania. Frensi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Mirë. Jo dha aq mirë, e pra, pak me grip. Kështu thot shqiptari gjithmonë që mirë. Badje është një batutë Frensi shumë interesante që thotë për shembull, përgjithsisht kur pyesim tjetrin si e mirë, po ti mirë dhe ikën kaq shpejt kjo gjë sa ne nuk e dëgjojmë vërtet tjetrin si është. Edhe thon më mirë mos pyet fare se sa pyesësh edhe s'dëgjon. Dhe ne i bim shkurt mirë se me rën gjatë, pastaj më thënë jo, po kam qenë me pak grip, po në intervistë ndryshon. Në intervistë ndryshon puna, ke qenë me grip, ë? Kam qenë pak me grip, me thënë drejtën. Edhe prova si shkoi sot, sepse nuk më ka ndodhur shpesh që artistët i marr pas provave, përgjithsisht i ka marr para provave. Po ja, unë erdha me një frym, edhe pak me vonë edhe sa mbarova direkt këtu. Si shkon prova? Si janë këto momentet e provës në orkestër? Në përgjithësi kanë qenë goxha mirë. Okej, mbase dëgjimi nuk është siç do jetë në pallat, mezi po presim gjithë që të shkojmë ta provojmë një këngë në pallat. Shumë shpejt do të ndodh. Plus dhe oraret e mëngjesit, besoj të gjithë që të kanë ardhur këtu të kanë thënë që kemi pak problem. Është kjo batuta që Andri ne zgjohemi në një orar caktuar, po zëri zgjohet 3 orë më vonë, kështu që po shumë e vërtet kjo batuta, s'është batutë fare. Që ka vërtet. Në përgjithësi kanë shkuar mirë. Orkestra është e mrekullueshme, gjithmonë bëjnë punën e tyre shumë janë spektakolar. Për ty është era e parë, kështu që ti je mësuar patjetër me live-in, je mësuar patjetër me bende, me orkestrën, edhe me orkestrën simfonike të RTSH, sepse ke qenë edhe një herë tjetër në festival, por me çfarë ndjesish vjen me këtë këngë që prezanton këtë vit Tresh me orkestrën, si është, ne kemi dëgjuar vetëm variantin studio, nuk e di si është zbërthyer me orkestrën. Me orkestrën, ka një ndryshim këngë? Drejtën edhe un kam pak domethënë frikë se si do dali, se në pallat do dëgohet tamam dhe jam shumë kurioze se si do jetë. Po deri tani më duket mirë, domethënë nuk është se ka shumë ndryshime. Besoj se do kapim në 1-2 gjëra të vogla që mund t'i ndryshojmë bashkë me orkestruesin tim, po deri tani është okay. Super. Ndërkohë flasim pak Frensi për krijimin e këngës. Kënga është shumë e veçantë, edhe titulli edhe historia, fabula është e guximshme. Tresh, flet për një trekëndësh, megjithatë dashuria. Megjithatë flasim pak që nga fillimi, si erdhi si material. Si erdhi si material, tani mua thjesht më ra telefoni dhe më tha kam një material për ty. Dhe kush ishte që të morin telefon? Inis me morin telefon, po, dhe më tha që kam një demo për ty, mendoj se do të shkoj shumë dhe shqyr zotit më shkoj. Deri tani dhe feedbacku ka qenë shumë i mirë, mua më pëlqen shumë si këngë. Domethënë vi me një lloj emocioni tjetër nga vjet. Nëse vjet kam pas qenë pak më jashtë karakterit tim dhe pak më jashtë kam guxuar pak më shumë vjet, si vjet jam më shumë brenda kornizave të mia, le të themi. Po. Okej, me nota jemi pak më. E parë që edhe dëgjova që sidomos nga pjesa e dytë e këngës vështirësohet shumë edhe është pak më e vështirë, do të jetë sfidë pak, megjithatë për tekstin flasim pak se më intrigoi shumë. Tresh. Nga erdhi kjo tematik? Tani për këtë duhet marr panda me Jo, ma thuaj ti, e di është përgjigje klasike kjo që të heqim çik përgjegjësi nga vetja, po ndonjë ndryshim nga ty ka patur apo jo? Jo, nuk ka patur. Keq më vjen ta them se është super tekst, me thënë drejtën, po nuk ka patur ndryshime nga unë, mua ma dhan gati. Okej, kemi cëmitur pak, le të themi disa fjalë thjesht me theksin, me domethënë që unë të këndoja sa më, që të vinin më mirë për të kënduar, po është një tekst shumë i bukur, me thënë drejtë, mua më pëlqen shumë dhe po kap një tematikë që e shoh shumë shpesh në përditshmërinë tonë, sidomos në tregëndshat dashurie, se tani është shoqërie, marrëdhënie pune kemi të gjithë, kështu po. Kur bëhet fjala për dashurinë. Në dashuri po e shoh kudo. Tradhtin shumë njerëz. Ti vetë nuk e ke përjetuar. Jo. Se çel.
Frenci? Jo, nuk e kam përjetuar. Nuk e ke përjetuar. Nuk ka padur një të tretë. Tani të 3, të 4, të 5 ka gjithmonë, po në marrëdhënien që un jam shumë dyshe. Jeni në marrëdhënie. Po, jam në një marrëdhënie. Jeni në marrëdhënie, u bë kohë. Gati një vit tash. U bë një vit, okay. Kështu që nuk ka vend për një treshe, jeni dyshe tash. Jeni mirë me njëri tjetrin, jeni dashuruar, ha? Po. Më vjen mirë. Faleminderit. Okej. Po se ka të vargje kënga se thot ky tresha të vret, ajo s'ka faj. E ke menduar veten ndoshta në një. Zakonisht femra nuk është se ka faj në për shumë treshe që un kam parë. Femra e tretë nuk është se ka faj. Okej. Gjithmonë fajin djali, pra. Po, këta janë ekzemplar janë. Okej, pra fajin edhe kur ka një treshe, fajin e ka djali. Tani po themi gjithmonë micën e kohës, me sa kam parë unë për ditëshmërinë time edhe në shoqëritë e mia dhe në shumë raste që dëgjojmë, ajo është shkreta edhe nuk di gjë fare. Ndoshta dhe s'di, po. Se di fare mbase ka dhe që e din dhe s'është po intereson, po meqense the Frenci që janë nuk janë për të përmendur, meqense këto treshet ose këto martrekëndçet e dashurisë shpesh siç është dhe në tekstin e këngës, pra që është një ajo që hyn në çift. Po ndërkohë a ka raste kur edhe është një ai që hyn në çift, pra është vajza ajo që tradhton, jo djali se i kemi veshur gjithë dankën. Normal që ka raste po. Jo, zakonisht kështu do. Kështu do zakonisht. Po që ka raste. Okej. Sidomos në kohët e sotshme po shumojnë edhe këto që dhe femrat tradhton, nuk po i përjashtojnë fare edhe femrat. Po pra është bërë si e modës, është bërë si e modës tani. Është pak si e modës, po mendoj se duhen rikthyer pak çiftet që vërtet kanë respekt dhe dashuri për njëri tjetrin. Shumë e bukur kjo. Po ndërkohë partneri çfarë thot për i dashurit, çfarë thot për këngën edhe për tematikën? Ki kujdes çfarë thua në radio, thot. E bukur kjo. Okej, kujdes çfarë thënë në intervista se mbeten ato. Thuaj aty që se ke shkruar ti tekstin. Pra tekstin, atëherë nënvizojmë. Tekstin e ka shkruar Panda. Panda po. Nuk ka lidhje fare me Frencin. Falenderojmë po. Falenderojmë Pandën, duhet me vol me Pandën për tekstin. Pastaj teksti nuk ka lidhje fare me Frencin. Frenci është lumturisht e dashuruar. Po, për momentin jam shumë e lumtur. Për momentin shumë e lumtur, është për një viti e lidhur. Po ndërkohë çfarë kritike ose nëse është një kritik për ty për muzikën që ti bën, nga ana tjetër çfarë thot për këngën, sa e pëlqen, si e sheh projeksionin në skenën e festivalit. Tani duke qenë se merr vesh pak nga arti dhe vet, se është në këtë fushë, si në këtë fushë. Po na jep të gjitha tani janë. Edhe Frenci që kështu larg. Meqense merr vesh pak nga arti është në këtë fushë, hajde ta gjejmë tani. Pak fare merr vesh. Instrumentist. Ja. Mendon se vokalist si ty. Po tash, lam tash. Mendon se kjo këngë nga gjitha këngët që un kam nxjerr deri tani, un do vazhdoj do flas dhe nuk do të kthej. Mendon se përderisa, domethënë, unë i kam ndëtur pak më shumë në kokë se këngë edhe me provat që kam bërë, domethënë e kam marrë pak më seriozisht sepse është pak më shumë në stilin tim, domethënë ka dhe ato ngjyrjet që mua më pëlqen shumë të i shtoj si karakteristika dhe mendoj se dhe unë dhe ai mendojmë se është materiali që më përshtatet më mirë deri tani që kam nxjerrë si nga vjet, si nga kënga magjike, domethënë sado të dyja i kam shumë përzemërsisht. Domethënë janë materiale që unë jam përpjekur shumë, po këtë vit po vi me një lloj fryme të re, po vi me një lloj emocioni të ri dhe mezi po pres që ta këndoj live në skenë. Po ndërkohë, ajo që më bën përshtypje është që i nisi Neziri këtë vit është dhe vetë në garë si këngëtare, ndërkohë ka bërë edhe këngë sepse i nisi shkruan. Ka bërë edhe këtë këngë për ty. Çfarë komunikimi keni me Inisin? Çfarë thot ajo për këngën? Ka ndoshta, ku diun, ndonjë çik xhelozi mes jush? Cila këngë është më e bukur një herë? Kjo jotja është më e bukur se ajo që do të bëjmë. Tani unë do them time normalisht. Nesër kam Inisin. Inisi do thotë për vetë. Okej. Po që jo, asnjë lloj xhelozie nuk, domethënë ne jemi artiste të dyja, unë vlerësoj shumë faktin që ajo dhe shkruan, unë kam dashur për një kohë të gjatë që të shkruaj dhe akoma nuk e gjej dot mënyrën si të shkruaj në shqip, domethënë mendoj se është gjëja më e vështirë. Sidomos fakti që ky tekst është përshtatur me këtë lloj muzike që unë nuk është se e shoh, sidomos në Shqipëri nuk e shoh të bëhet. Është përshtatur goxha mirë dhe unë jam shumë e lumtur që
I ra telefonit tim dhe jo të ndonjë tjetri. Bukur. Po ndërkohë Panda, sepse gjithmonë e kemi parë me emrin Panda, po nuk dim kush fshihet pas. Unë pak nuk e di. Nuk e themi. Unë e di, po përderisa nuk do që të dali me emër, do dali me emrin Panda. Panda, okay. Okay. Është thjesht nickname. Është thjesht nickname, po duket qartë. Po zgjuaj një ditë të bukur dhe të ndoj të dali, do ja themi emrin. Okej, mirë. Ndonjë deklaratë dashurie o Frenci? Çdo ti nga unë. Po ku diun ose në skenë, ç'a do bësh në një gjë? Ku diun çfarë do bëj në një gjë? Po, përveç performancës. Në deklaratë dashurie, po je pak jam pak tip më i ftohtë. Më i ftohtë, më i mbyllur, e ruan atë privatësinë tënde pa e bërë publike. Dua shumë ta ruaj privatësinë time sepse njerëzit, unë besoj dhe shumë te syri, me thënë drejtën, dhe njerëzit gjërat e bukura tentojnë t'i prishin, siç kam vënë re në shumë gjëra që unë i kam thënë me emocion dhe i kam thënë me krenari. Mendoj që privatësia është gjëja më e mirë që mund të ketë. Larg syri keq. Kush ka qenë i pari që ka dëgjuar këngën pasi është punuar në studio? Mami im. Çfarë thot mami? Ka qenë mami im është shumë fanse imja, unë e them në çdo intervistë timen që shumë fanse. Mami, përshëndesim. E përshëndesim dhe pse është në punë dhe nuk na dëgjon dot për momentin. Po do dëgjoj YouTube pas pak, po. Kështu që çfarë tha? Nuk të lë as ta mbarosh këngën, do të marrin telefon ma dërgo. Dhe ja dërgova dhe tha shqyr një këngë që të përshtatet ty 100% vokalisht, sepse un kam pasur shumë problem që me këdo që punoja, do më thënë sado mundoheshim t'i përshtateshim vokalit tim, si kjo këngë nuk më është përshtatur asgjë deri tani. Bukur shumë për skenën pastaj, se bëra shaka me pjesën e deklaratës dashurisë, çfarë e ke menduar si do të jesh në skenë? Po, kam menduar një lloj performance, akoma nuk dua ta them publikisht sepse dua të jetë një lloj surprize kur të dalë në skenë, po I ke menduar gjitha, pra, pjesën e veshjes, se çfarë do të ndodhë në skenë. Po, idet I kam. Nuk janë finalizuar të gjitha akoma, nuk janë të gjitha konkrete, po shpresojmë sapo të kalojmë në pallat dhe të fillojmë provat, do konkretizohet çdo gjë. Ndërkohë si është shpritur kënga? Çfarë komentesh ke marrë, sepse këngët prej më shumë se 10 ditësh janë publikuar në rrjete dhe ka pasur mundësi publiku t'i dëgjojë, ka komente, çfarë kanë komentuar, si e kanë pritur? Unë kam një tip që nuk para I shoh shumë, me thënë të drejtën, po gjithmonë e marr feedbackun nga mami që I lexon, mami im ka filluar hap videot e të huajve që na gjykojnë këngët edhe e bën YouTube-in t'ia kthej italisht që ta kuptoj se çfarë thon ata. Dhe pastaj më thot mua se si është feedbacku edhe jashtë, jo vetëm në Shqipëri. Po brenda në Shqipëri me njerëzit që na rrethojnë gjithë kolegët e mi, shoqëria ime, familja ime, e kanë mirëpritur shumë mirë dhe më kanë uruar sa më shumë suksese. Bukur. Ndërkohë nga gjithë këngët që ke realizuar deri më tash, Frenci, meqense më the kjo të fle dhe mirë vokalisht, a mund të themi që ky është, po themi, kënga si një pikë kthese në karrierën tënde, sepse ka një temë shumë të fortë, edhe duket sikur është ajo kënga që po të sjell fuqishëm. Shpresoj që të më sjelli fuqishëm, në mos të godasi vetë kënga, të paktën të dalun mirë vokalisht dhe të marr një lloj mbase një lloj përgjegjësie tjetër dhe një lloj emri tjetër, mund të themi në thonjza, rrotull në lidhje me gjithë muzikantët e tjerë, po sepse akoma jemi në fillime, akoma jemi të vegjël. 22 të vegjël. 22 po. Mua më duket shumë e largët kjo moshë, 22 dhe mos dot. Kur isha 22 për një 38 vjeçar thoja, që nga goxha I madh. Ne pra shumë tani kur mendoj pastaj dhe kthehem 22 moshë shumë e bukur, është mosha më e bukur, Frenci, kështu që ti je ende shumë e re dhe ke bërë shumë në muzikën shqiptare dhe ke një super talent, kështu që vazhdo të investohesh. Kam një lojë interesante, Frenci. Meqense kënga jote titullohet Tresh. Okej. Do të vendos në disa trekëndsha, apo jo trekëndsha dashurie, se nuk dua që të ndihesh keq, por janë trekëndsha muzikor nga karriera e tjera si këto. Janë pyetje shumë interesante, kështu që dua sinqeritetin tënd në përgjigje. Do mundohem të jem 100% sinqert. Atëherë loja Tresh me Frencin dhe pyetja e parë është çfarë rrymë do këndoje gjithë jetën, nëse do të jemi mundësia të këndoj vetëm një rrymë, pop, rock apo R&B? Po të pyesje Frencin 18 vjeç, do të thoshte që unë jam një rockere e thekur dhe nuk lëviz, nuk e lëkund asgjë. Sot 22, sot R&B. R&B. Fantastike. Mendoja që do zgjidhje rock. Një rrymë që nuk do e këndoje kurr. Alternativ, reggaeton apo muzikë popullore?
Shiko, mua më duhet të zgjedh patjetër një, kështu që do zgjedh atë që mua më pëlqen më pak me shijet e mia, po jo se s'do e këndoja kurrë, sepse do vi dita që do i bëjmë të gjitha. Po zgjedhim populloren. Populloren që nuk e ke bërë deri tani, po nuk u di e thua. Okej, mirë. Vokali më i mirë është, kemi 3 këngëtare, Adele, Beyoncé apo Shakira. Shakira në futa. Sa do... Lelo, është dhe me duart. Jo, ka ngelur që vjetë është legjendare. Është perl, okej. Vokali më i mirë do thoya Beyoncé. Sa do me ngjyrim mua më pëlqen më shumë Adele. Okej. Shakira, dhe pse i imitoj, është pak më kaca maniera të vetat që nuk ja preferoj, por Beyoncé është ekzemplar, nuk mund të them. Bukur, shkojmë një bashkëpunim me Ledri Vulën, interesante kjo. Alban Skënderaj apo Yll Limani? Kjo është pak e vështirë. Kot sigurisht kemi të 3 këtu edhe të zgjedhëm tani, po. Po, si dihet. Do thoja Ledri Vulën sepse më pëlqen që të kisha bashkëpunimin tim të parë, ta kisha që unë këndoj dhe dikush tjetër bën rap. Bukur. Eci me një tjetër, nëse nuk do ishe këngëtare, do kishe një karrierë si prezantuese, do doje, si aktore apo politikane? Aktore, po. Është më interesante. Është më interesante. Ka lidhje ndoshta me profesionin e dashurit, jo? Jo, nuk ka lidhje, thjesht më pëlqen mua. Unë e gjeti. Nuk ka lidhje fare. Okej, më që tham brenda në art, përfaqësimi më i mirë në Eurovision. Nuk ta kam lënë të hapur se ti mund të thuash atë që pëlqen, po kam 3 alternativa: Aniza Shahini, Rona Nishliu apo Shkodra elektronike. Shqiptare të gjithë. Po. Ç'na bëre? Do them Shkodrën me që ishte me afërta. Me afërta. Hitet e cilës këngëtare do shkonin më shumë me stilin muzikor të Friendsit edhe me vokalin e Friendsit? Me këngët e Aurela Gaçës, me këngët e Elvana Gjatës apo me Dafina Zeqirin? Më shite që me të parën, Aurela Gaçë. Aurela Gaçë. E madhja. E madhja. Do preferoje një album, një koncert recital apo një kontratë me një kompani prestigjioze ndërkombëtare? Tani po pa te kontratën, do kesh dhe albumin brenda, do kesh edhe recitalin, kështu që unë po them kontratën. Madje jo vetëm pa atë kongreseve, po deri në ku diun, ku janë këto, në Wembley për shembull. Edhe agullore edhe çokoladë. Kam dhe pyetjen e fundit. Kjo nuk është treshe, por është dyshe. Okej. Kujdes. Rreziko apo kur vret një dashuri? Se këngët e këtij viti nuk po e përfshi sepse është akoma në jo, sepse është në rrugën e vet. Është sigurt që do thoja atë. Jo, se është në rrugën e vet tani dhe ajo sigurisht do ishte në vendi i parë nga këto dyja. Shiko, do them rreziko për të vetmen arsye që ka qenë projekti im i parë dhe unë akoma e kam shumë për zemër si projekt, domethënë ka qenë një lloj emocioni tjetër dhe vetë kënga sado edhe mund të më dali nga qefi shumë vite më vonë, po vetë kënga do mbaj një lloj emocioni ndryshe nga gjithë këngët e tjera që mund të sjell më tutje. Dhe unë po bëjmë zëri i publikut dhe po them për këngën tjetër, Kur vret një dashuri, ha? Është shumë e bukur. Është e bukur. Edhe ke patur një prezantim shumë dinjitoz, më lë të përgëzoj. Edhe të kam ndjekur në Këngën Magjike dhe më ka pëlqyer shumë e gjitha çfarë ke prezantuar dhe bravo të qoftë. Faleminderit. Kam dashur të vi me një gjë pak më, le të themi komerciale, pak më të tregut në mënyrë që ti tregoj njerëzve që edhe mund ta bëj këtë gjë. Edhe mund të më pëlqejë kjo gjë, sado unë po të hapin intervistën tonë vjet do e shohin që unë kam thënë nuk i pëlqej gjërat komerciale, por nuk është në ato nivele të komercialitetit, ajo mund të ketë një bull, po është e trajtuar bukur. Po, është një këngë goxha e veçantë dhe është ka dhe fabull shumë të bukur, është e struar goxha mirë, e falenderoj Irisin me këtë rast. Po e ke bërë me Iris Carson. Okay. Super. E falenderoj edhe me Dilan Rekën, i cili ka shkruar tekstin. Të dy janë shumë të talentuar dhe kanë një lloj bashkëpunimi së bashku që është, domethënë kanë gjetur njëri tjetrin, mendoj unë, sidomos për bërjen e këngëve janë
fantastik. Dhe kanë sjellë dhe shumë materiale këtë vit e kënga magjike. Po, dhe janë aktiv, janë goxha aktiv. Këngë shumë e bukur. Ndërkohë, unë nuk po të vendos që të këndosh tresh, po do ta dëgjojmë tani në mbyllje të kësaj interviste sepse bollu lodhet tek salla orkestrës, të marrësh veten. Jo, do më thojë këndo Shakirën pra, po shqyrti nuk e kujton. Jo, tek zgjedhja mjafton. Le. Friends, shumë faleminderit që erdhëm, ke dhënë një energji fantastike. Shumë faleminderit. Edhe turoj sukses në festival shumë. Kënaqësi, do të cilin Friends me këngën Tresh, rikthehemi pas pak. Nga e hëna në të premte, në orën 10, në Radio Tirana 1. Në radio, më e mirë çdo ditë.